Përshëndetje për gjithë. Ton e dini që unë jam Bloniti ALB01. Por sot qëtë video kom vendosë me postuet qëto, dhe me thonë, o buzë shumë shti me vendodhje në Serbi. Sepse TikToku jem pe qëtë që kishe unë jetoj në Serbi. Po ndëgjën e qëtë video që e kom spjegu se pse e qëtë kështu lokacionin, pasta i kam do fjallë për këtë pjetë. Njerë së dashur, këto për jo bëj kështu për arsye që për morin do më thonë profilin tem TikTokut edhe po him për shikojnë lokacionin tem. Ato për jau qetë që kisha unë jetoj në Serbi. Unë e kam rjetën e lidhë me kujtesëm, besoj po shijet edhe vetë. Por IP-jat ose lidhjet që i kanë këtat kujtesës janë me Beograd. Do më thonë, unë nuk muj me ndru serverin veç ata nëse ndrojnë atje prej bazës. Që e bim shojna go edhe mundi me po edhe vetë. Qore, ku e qetë do më thonë një tel Beograd. Nuk është foj jem për këtë pjesë. Besoj e ndëgjut se qa thash rrëth kësoj pjesë. Por ata që e kanë kujtesë edhe e kanë me fibra që shi kanë bota është të i qitë që kishe do më thonë na jetujnë në Serbi. Edhe po ashtu unë e këtë TikTok e kom hopë kur jem konë të ardhë për Gjermanisë në Kosovë, kur jem konë me vizitu Gjermaninë. Edhe regionin ma qetë që jetoj kishe në Kroaci, jam faktu në jetoj në Kosovë. Pse e postova këtë video mi ja tregu vendin këtinaj e plëtve që qysh jem unë shqiptarë, edhe qysh jem gjak shqiptari unë aste që ma ke qu këtë fëtë dhe më thonë edhe këtë koment. Nuk jeni asë njone. Kjo ke kaq soj për këtë soj pjese. Nuk moni më mëzon kaq ju mu kur, sepse une kur ja kom njës kësoj pune nuk ja kom njës veç haj. Dhe më thonë kur ja kom njës më mirë me këto sene, sepse une kom andër e pasion me konë një pej gazetarëve ma të sakt e ma të sigurt që mundet me pas shqiptaria. Respekte për gjithë se cilin prej juve.